ka që folëm për Zvicrën, do të vazhdojmë tutje me Suedin, do të flasim me zotin Gjevati Sufi, do të mësojmë shumë për një quiz që ka bashkuar shqiptarët e diasporës, një quiz që është mbajtur në Itali, por gjithashtu edhe për punën e tij si mësimdhënës edhe për aktivitetet me shqiptarët, me nxënësit shqiptar në Suedi. Përshëndetje zoti Sufi, faleminderit që jeni me ne sot. Përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit tuaj kudo që janë. Në veçantë përshëndes mërgjimtarët. Faleminderit. Dhe ne i përshëndesim shumë mërgjimtarët të cilët i kemi shikues të rregullt të Radio Televizionit të Kosovës dhe neve na gëzon shumë ky fakt. Kemi gjithmonë arsye për çka flasim, edhe ju jeni mik i programit ton tash sa vite, por sa herë të flasim për quizin, një quiz që është mbajtur para pak ditësh në Itali, nëse mundesh më jap më shumë detaje rreth saj. Po, fillimisht thjesht nga suksesi kaloi në traditë, kështu që neve quizin për Suedin e mojmë çdo vit këtu në Suedi tash 17 vite me radhë, dhe me përjashtim 1-2 vite që pandemia ka qenë, mirë por 3 vite më herët kemi ftuar edhe ekipen nga Greqia, në atë kohë nga Gjermania dhe Austria, dhe aty u dakorduam që ta bëjmë një quiz mbar kombëtar, dhe fillimisht vitin e kaluar e kemi realizuar në Vjenë me mjaft sukses, ndërsa këtë vit e realizuam në Itali. Arsyeja që është caktuar Italia ishte sepse ekipi apo shteti që e zën vendin e parë e ka të drejtën e realizimit të kësaj gare detyrie në shtetin ku prej nga ata vinë. Dhe kështu që ishte Dila Rapi, mësuesja nga Rovereto Italisë, që zuri vendin e parë në garën në Vjenë dhe neve zakonisht e organizojmë në atë qytet. Kjo garë detyrie është realizuar me 2 maj të këtij viti dhe vërtet nuk kam fjalë për ta përshkruar madhështinë e kësaj gare. Ishin 27 ekipe pjesëmarrëse, ishin nxënës nga 5 shtete, nga Suedia, Italia, Anglia, Greqia, Belgjika, dhe kishim për herë të parë një shkollë nga Kosova, shkollën Nazren nga komuna e Pejes. Kështu që gara zhvillohet në platformën digjitale Kahoot dhe vërtet ishin pjesëmarrës rreth 200 nxënës, e vogël ishte salla për t'i pranuar të gjithë prindërit mysaferët që kishin vërshuar atë ditë të shohin aktivitetin e kësaj ngjarje të rëndësishme të shkronjave dhe shkollës shqipe në Mërgat, dhe njëkohësisht të mbështetur nga ministritë tona, nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, por me ne ishin edhe Konzulli i Republikës së Kosovës në Milano dhe Konzulli i Republikës së Shqipërisë në Milano dhe shumë mysaferë vendas, kryetar komune, përgjegjës për kulturën e ato komuna në Itali, aktivistë ndryshëm, prandaj ishte një ditë mjaft e bukur, mjaft e ngjeshur, por mjaft emocionuese dhe egzaltuese. Edhe më duket se mbi të gjitha ju ka gëzuar suksesi dhe rezultati që kanë treguar nxënësit në këtu quiz apo jo. Si dole në fund? Sa ishin edhe ata të kënaqur? Ishte i papërshkrueshëm, ajo ndjen kur dëgjoj ato përgjigje ato nga gjithë ata nxënës fëmijë që janë lindur në shtete të ndryshme të Evropës dhe jetojnë larg gjuhës, kulturës dhe traditës shqiptare, dhe aq bukur përgjigjeshin, aq bukur, si thonte thimimit, kuizi rreth si hoje bletesh si hoje mjantesh në bletën shqiptare. Prandaj kjo ishte një kënaqësi e veçantë. Aty gërshetoheshin 2 gjenerata, mërgjimtar të lodhur nga pesha e rëndë e mërgjimit, dhe mësuesit, nxënësit, aktivistët dhe intelektualët të ndryshëm, asociacionet kulturarsimore dhe institucionet tona në atë dhe ministritë tona, që bëjnë luftën titanike për ta mbajtur të gjallën e jetë gjuhën shqipe. Ndërsa kuizi rodhi me shumë sukses, i mbështetur dhe vërtet ishte mahnitëse ajo ngjarje, ajo garë që u zhvillua për plot 6 orë. Aty kishte edhe vallëzim, kishte edhe performim ndryshëm të aktivitetet ndryshme, shoqata ndryshme, nxënës e tjera, prandaj ishte një ditë e bukur.
Më vjen shumë mirë dhe uroj shumë që kjo të ketë motivuar nxënësit tanë që të angazhohen, të punojnë edhe pse jo të shohim veten e të tjerët në garat këtij niveli. Në përgjithësi, si është situata me arsimin, mësimin shqip, mësimin plotësues që keni atje, dhe sa është interesimi për të bërë pjesë e kësaj mundësie që ofron Suedia për të mësuar në gjuhën shqipe? Në Suedi mësimi është i përligjur, është i rregulluar me ligj. Kanë të drejtë pjesëmarrje kanë të gjitha ata fëmijë, të cilët jetojnë në Suedi dhe e vijojnë mësimin në shkolla suedeze. Në Suedi është lënë mësimore, disa herë kam thënë për mjetet e informimit, nxënësit notohen, mësuesit janë të punësuar në institucione shkollore suedeze, në shkolla suedeze komunale dhe nuk dallojnë fare nga mësuesit apo kolegët suedez. Ka plan program të veçantë për këtë lloj mësimi në Suedi nga enti shkollor i Suedisë që e përpilan dhe ne jemi të deshtëm apo s'deshtëm jemi të detyruar ta zbatojmë atë. Pra atë plan program apo kurrikul si po e quajnë tash me gjuhën tjetër. Dhe kështu që në Suedi nga enti shkollor i Suedisë 55% të gjithë fëmijëve mërgjimtarë që jetojnë në Suedi e shfrytëzojnë këtë drejtë apo marrin pjesë në mësimin e gjuhës samtare. Ndërsa më vjen keq për të thënë, por në komunën ku unë punoj, unë dhe kolegja ime Florinda Fejza Kumnova i arsimojmë gjithsej 180 nxënës dhe aty vijimin e kemi 99.9%. Prandaj varion nga komuna, kjo rami është sepse në Suedi është shumë e gjatë, në shumë vende tjera është vështirë të gjendet edhe një mësues apo nxënës të shpërndarë në shkolla e tjera, kështu që unë mendoj që Suedia është prinë, është kampion me përqindjen, por edhe kushtet që na krijohen për ta zhvilluar mësimin e gjuhës samtare. Keni mundësi ose keni pasur ndonjë rast për të organizuar ndonjë vizitë të këtyre të nxënësve bashkë me juve si mësimdhënës të tjera në Kosovë ose bashkëpunim me shkolla që operojnë në Kosovë me juve atje, do të ishte besoj një përvojë e mirë për të dyja vendet, edhe për Kosovën edhe për Suedin. Kemi pasur vizita të shumta rreth 15 vite. I kemi realizuar 15 ekskursione mësimore me nxënës nga Suedia. Në atë dhe e kam thënë shumë herë, nuk ka pjesë të atë vetë që se kam shkelur me këmbë dhe prekur me dorë dhe nuk ka monument, kulturë dhe historie apo bukurie natyrore që se kemi vizituar në Kosovë e Shqipëri. E thëmë me shumë kënaqësi. Nikosisht nga dheu në Suedi, në komunën e Ängelholmit, kanë qenë rreth 40 shkolla në një projekt që kanë vizituar komunë, kanë pa për dishmërinë, jetën nxënësve, kushtet, zhvillimin e mësimit, nikosisht kemi këmbyer përvojat tona pedagogjike nga të dy palët. Dhe sa për me shumë kënaqësi e them që vitin e kaluar isha me 50 mësues e drejtor në Kosovë e Shqipëri në një vizitë studimore që i vizituam institucionet tona, bukuritë natyrore dhe vërtet u ndam edhe pala suedeze, mendoj që edhe i falenderoj institucionet tona në veçantë Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të diasporës për gatishmërinë, për pritjen bujare që treguan për ofrimin dhe gjithë atë mundësi që mësuesit suedez dhe drejtorët suedez pan zhvillimin, evolimin e madh që ka ndodhur pas luftës në arsim dhe në gjitha sferat. Dhe kjo vizitë ishte shumë domethënëse për ata sepse e krijuam një përshtypje tjetër sepse këta fëmijë që në numër janë rreth 10.000 nxënës shqiptarë që vijojnë mësimin në Suedi, nga cili vend vinë, çfarë kulture, prandaj kjo vizitë ishte një rëndësie të veçantë. Dhe vërtet janë shumë falenderues dhe me përshtypje shumë të mira u ndan edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria. Më vjen shumë mirë dhe uroj shumë që vizitat të tilla të keni edhe në vazhdim. Ne do t'ju mirëpresim edhe në studio kur do që të jeni në Kosovë. Të falenderoj shumë për kohën edhe të përshëndes ty dhe përmes juve gjithë shqiptarët që i kemi në Suedi. Unë për ta përfunduar, kisha me përfundu me thënien e Sami Frashurit, i cili thotë, s'mund të ketë shqiptar, s'mund të ketë Shqipëri pa shqiptar, s'mund të ketë shqiptar pa gjuhë shqipe, s'mund të ketë gjuhë shqipe pa shkolla shqipe, ku nuk mësohet gjuha shqipe.
Andaj apeloj të gjithë prindërit kudo që janë në Mërgat të mos hezitojnë të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë, sepse shkolla është i vetmi institucion ku gjuha zhvillohet, mësohet dhe gjuha ruhet aty ku shkruhet. Ju faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë edhe për këtë mesazh shumë të rëndësishëm që ndohet me ne. Të përshëndesim shumë nga studio, zoti Jusufi. Ju faleminderit për përshëndetjen nga ne. Faleminderit shumë.